Madje ata janë ankuar që ecën shpejt, ka qenë i dënuar. Si rregull se ne po flasim sot për inteligjencë artificiale, për dhënat personale, pra ne po konstatojmë që ky person me këtë background, qoftë shkelje administrative, qoftë shkelje penale, nuk ka funksionuar. Pra është marrë një masë administrative që nuk ka dhënë efekt. Duhet të ishe raportuar, pra ky person me precedent duhet të ishe raportuar. Pra tash ai në gjendje derë hypin mjetet, domethënë, kupton? Sepse qytetarët thonë ka pases edhe herë tjetër, pra i është bërë shprehi. Pra me ecë shpejt në zonë banuar është bërë shprehi. Ndoshta nuk e di në autostradë ose në rrugë interurbane kryesore se si ka hec. Por njerëz tillë që ecin shpejt në për zonat banuara, ecin avash në autostradë. Madje ne kemi edhe në autostradë kemi problematika që zihet kursia e shpejtësisë. Vjen një makinë aty taze me 70 me 80 në orë dhe sap rrugën. Na kanë torturuar. Ashtu bllokon rrugën. Kemi tjera, domethënë, kemi prerje në mënyrë të gabuar të karrexhatës. Kemi persona që kalojnë në autostradë, pra kemi shumë problematika. Dhe rastin fjalë duhet ishte evidentuar si person me risk dhe pse jo të marrë edhe në vëzhgim që të kapin shkelje. Ky person duhet të ishte heq patenta. Diskutohet masa administrative, sepse ka pasur një procedim administrativ dhe është heq patenta vetëm 1 muaj, domethënë që mund të ishte deri në 18 muaj. Por prapë kjo nuk është zgjidhje. Mendoj që për personat në gjendje derë, duke parë parasysh rrethanat përsëritjen, këtyre duhet heq patenta më shumë. Pra, e para duhet kenë masa e dënimit të jetë më e lartë duke filluar dhe gjobën. Pra duhet rrit gjoba. Këtij personi për shembull më përpara ti ishte vonë 5.000 euro gjobë. 5.000 euro. Nuk dhe nëse s'pagu gjobën ti sekuestrohet mjeti ose të çesë në shtëpinë. Pra duhet gjenë mjetet efektive të parandalimit, që njerëzit mos qoftë për këtë ose hedhet e plerave nga makina. Pra dhe hedhet e plerave nga makina. Ajo ka dhe gjobë deri 1 milion lekë të vjetra ka rënë, maksimumin ajo që po thua. Po pra hedhja e plerave madje duhet rrit gjobat. Dhe në rast se ti dhe gjobës të jepet titull ekzekutiv. Shkruaj titull ekzekutiv. Kjo ka efekt me njerëz kur shkosh në gjykatë. Por duhet jenë të dokumentuara. Pra me pamje filmike ti ke bërë këtë, shkelja është kaq, mjetet e policisë të jenë të kolauduara dhe sanksionet duhet të jenë të larta. Qoftë gjobat, qoftë heqja e patentës, pra një person që shkel kodin rrugor pa pasojë ta ndjej. Për mua ecja me shpejtësi në zonat banuara është e papranueshme. Mund të ecësh në autostradë 30-40 mbi kilometër, po rruga bosh. Nëse po bëni një dëm, i bë vetë stadi që del. Por këtu ti dëmton të tjerët. Ti me vetëm bëj çfarë dush. Por çfarë kanë 2 qytetarë, 2 fëmijë të mitur? Çfarë fajt kanë? Në trotuar. Aty humbet ti kontrollin e mjetit. Mbaj kontrollin e mjetit. Në rrugë mund të kesh edhe gropa. Po të bish me i grop do stërcohet mjeti. Pra ti ule mjetin, sepse është zonë 40 deri në ndalim plot. Prandaj dokumentimi i faktit. Përcaktimi i personave me risk lart duhet kenë lidhje, siç me certifikatat elektronike. Këta njerëz dhe të siguracionit ta kenë më të lartë, të kenë penalitete më të larta dhe pse jo në pezullimin e përjetshëm edhe heqjen e përjetshme të patentës. Nuk kanë drejta. Këta që s'din me drejtu mjetit, madje te Formula 1, mjetet drejtuesit të automjeteve i thonë pilot. Pra në thelb ti je pilot, as telefonas ose do të marrësh makinën me 2 dyrë. E qartë. Ndoshta na duhet ky test i idiotit që bën në Gjermani, sa aty pastaj është histori tjetër. Mirë, unë do të ndalem tek një tjetër çështje, të lutem regjia më kalo me siglën për të kuptuar se çfarë ndodhi në një përplasje në Golem të Kavajës. Langozi dua ta nis me ju bisedën. Për shkak të një video që ju keni publikuar në rrjetin tuaj social, madje dhe policia ka bërë një deklaratë publike dhe thotë: në lidhje me videot publikuar në llogarinë në Facebook, të lutem regjia nëse mund të më kalosh pak me pamjet e asaj dhune që shihet aty tek ekskavatori, që ta kuptojmë bashkë me audiencën se për çfarë po flasim konkretisht. Okej, më kalo në plan të madh të lutem dhe unë të lexoj njoftimin e policisë. Në lidhje me videot publikuar në llogarinë e Facebook të shtetasit, Arben Langozi me profesion avokat sqarojmë se më njëherë kryen veprimet e nevojshme verifikuese mbi pamje dhe ngjarje të tjera që lidhen me rastin e shfaqur në to.
Nga verifikimet rezultoi se pjesa e parë e videos publikuar paraqet një ngjarje të ndodhur vitin e kaluar për cilën më datë 22 dhjetor 2025 janë referuar materialet në prokurori, ku është vendosur procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasit që shfaqen në video DSH dhe BM, pas dyshohet se po në këtë datë, rreth orës 12:30 në Golem Kavaj kanë goditur me grushte dhe me shkelje mashtete si ra me pretendimin se ky i fundit i ka fyer gjatë konfliktit për motive pronësie. Të lutem regjim, kalo me pjesën e dytë të videos. Është një video tjetër. Do të jetë një video tjetër. Pjesa e dytë e videos, së publikuar lidhet me shoqërimin e nënës së shtetasit Ra, shtetasit Shaa, 69 vjeçe, pasi më datë 4 maj 2026, policia Kavajës është njoftuar se e moshuara kishte spërkatur me lëndë djegëse dhe më pas kishte ndezur një kanatiere të një subjekti ndërtimi në pronësi, kontenier, ndjes se thash kanatiere, kontenier të një subjekti ndërtimi në pronësi të shtetasit AL. Në moment në shoqërimit, kjo shtetase ka kundërshtuar me forcë punonjës të policisë duke i goditur dhe kafshuar. Në këto kushte me qëllim shmangjen e konfliktit të interesit, veprimet procedurale për këtë rast janë kthyer nga oficeri i policisë gjyqësor i prokurorisë pranë gjykatës shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, ku ka filluar procedimin në gjendje të lirë për shtetasin Shaa për veprën penale shkatërrimi i pronës me zjarr dhe kundërshtimi i punonësit policisë së rendit publik. Dhe janë referuar në prokurori. Langozi, tani ky ka qenë një denoncim nga ana juaj që keni publikuar videot dhe ka marrë reagime të shumta. Tani mund të më shpjegosh çfarë është ky konflikt dhe çfarë ka ndodhur realisht që ndodhen apo jo këtë deklaratë e policisë? Është e vërtetë që në datën 22 dhjetor ka ndodhur kjo ngjarje dhe është publikuar edhe në një televizion tjetër që ishte Syri TV te Flavio, emisioni i mëngjesit, por nuk mori reagime që pati kur e publikova unë. Një natë më parë, ose atë natë që unë e publikova videon, më ka kërkuar ndihmë djali i zonjës, sepse më është thënë se policia ka shkuar te banesa e nënës tij dhe e ka dhunuar. Dhe më ka nisur videon, më ka nisur edhe foto. Në lidhje me deklaratën e policisë, unë nuk mund ta quaj deklaratë policie, po e quaj mashtrim publik, që policia e shtetit bën rastit konkret. Pse është mashtrim? Përse? Mashtrim publik edhe i hapur fare dhe mbulon krimin me atë deklaratë. Si mundet të pretendohet që një nën 75 vjeçare pas ka kundërshtuar 10 punonjës policie? Ku e bazojnë ata? Ne kemi me pamje filmike mënyrën se si policia e ka dhunuar nënën. Pse nuk flasin ato pamje janë manipuluara apo janë të vërteta? Kush është një shef komisariati atje që del edhe thot merre ngrihenin në ajër ju me shqelma? Pse nuk thonë ata çfarë do të thotë kjo? Kjo është e ligjshme, e paligjshme, ka filluar hetim ndaj këtij shefi matrapaz që shkon edhe bashkëpunon me krimin. Pra ne këtu nuk kemi më polici shteti, që një punonjës policie shteti del edhe thot për një 75 vjeçare që kundërshtoi punonjës të policisë. Po këtu janë montazhet pastra që policia shtetit bën për të mbuluar krimet e saj. Dhe kjo nuk është një rast i izoluar, nuk është rast i vetëm. Policia shtetit në çdo rast që bën kundërshtim të forcave të rendit, do të thotë që ata janë duke manipuluar çështjen. Këtu është faji prokurorisë që mbështet, është faji gjykatës që mbështet, dhe këto janë krime që policia shtetit i kryen vetë dhe do t'ja faturoj që në rasti konkret është një 75 vjeçare. Regjia, keni foton? Ta nxjerr në ekran të madh foton, ndërkohë se dua të shikoj, ishte një foto që ju keni publikuar dhe pash që zonja e moshuar i ka duar tu komplet të nxira, e kupton? Në ekran të madh, okej, perfekt, regjia. Po, të nxira i ka. Ja. A ke iden që zonja ka dëmtime të rënda në trup? Sepse janë godit me shkelma nga punonjës të policisë, ka dëmtime të rënda në trup, se sot ka bërë aktin e mjekësisë ligjore. Po atje dogji veten, si e dogji veten atje? Po këta janë mashtrus, nuk janë punonjës policie, këto ku jemi ne në çfarë gjendje, çfarë pozicioni është policia e shtetit, të dalit të mashtrojë opinionin publik. Si u doq nëna te rrobat, sepse do të ishin djegur rrobat më parë, pastaj të ishte djegur ajo në trup. Pra ka shenja të rënda në trup. Dhe ata punojës policie nuk i kanë marrë kallëzimin. E kanë mbajt, e kanë shoqëruar deri mesnat. Dhe a e keni parë procedimin penal si është? Vjedhje. Unë lexova diçka që kishit publikuar ju avokat edhe thoshte vjedhje në bashkëpunim. Po çfarë ka vjedhur zonja e moshuar? Çfarë ja, e kemi pamje filmike. Mos ka vjedhur edhe policët atje, se vetëm ata ngelen, po hanë pim bashkë me mafjen edhe me krimin, me mafjen e pronave, edhe na dalin na mashtrojnë. A kuptoj, ajo është
që gënjen policia? A kemi dokument zyrtar të prokurorisë tani? A përputet me deklaratën e policisë? Jo. Dhe këtë e sajuan. Si, një 75 vjeçare në këtë moshë të dalë të na bëhet kryerje vjedhës bashkëpunim me bashkëshortin. Ja, kjo është policia e shtetit. Po çfarë histori është kjo? Për çfarë përplasen avokat? Po përplasen sepse zonja është trashëgimtare e një pasurie. Po? Të cilën e kanë përjashtuar nga procesi. Dhe në këtë rast është dhënë leja pas nënshkrimin e zonjës, sepse zonja nuk është pjesëfare e kontratave. Dhe këtë e ka dhënë një tjetër anëtare, një grupi tjetër kriminal që do ta them në vijim, por po qëndroj këtu. A duhet të ndëshkohet shefi i policisë golem vetëm për faktin se ka thënë merrni ngrihen me shkelma? Patjetër, ç'është ajo lloj gjuhë ashtu. Edhe di çfarë kundërshtimi kanë bërë sipas policisë. E ka kafshuar nëna me dhëm. Edhe nëna s'ka dhëm fare. Edhe këtu ka rënë brenda ata. Në momentin e shoqërimit, thot policia, kjo shtetase ka kundërshtuar me forcë punonjës të policisë duke i goditur dhe kafshuar. Në këto kushte, me qëllim shmangjen e konfliktit të interesit, janë kryer domethënë veprimet procedurale. Policia golem apo policia shtetit, unë e them me bindje të plot që gënjen. Mashtron opinionin publik, sepse nëna nuk ka dhëm. Edhe si e kafshoi nëna kur nuk ka dhëm një punonjës policie? Edhe si është e mundur që një 75 vjeçare godis ka 10 punonjës policie? Dhe tjetra është, ku bazohen ata? Se pamet filmika as kanë tentuar të sekuestrojnë, i kam unë originale pamet, se i thash dhe zotris, do më ruash harddiskun original. Pra, policia shtetit duhet i besojnë e disa banditëve edhe disa punojësve policia shtetit që janë të lidhur me banditët, kur kemi provën kryesore që janë pamet filmike. Dhe kjo është e rëndë. Dhe unë jam në investigime sipër, sepse edhe ditën e djeshme kundërshtonin e bënin dhe këto presionet e tyre, këto persona që rrajnë e kundërshtojnë njerëz, dhe jemi përpara rastit të rënd, sepse edhe prokuroria e posaçme nuk e ka hetuar këtë rast. E ka shpallë mos kompetencë, ka çuar në Durrës. Po sepse mua më rezulton. Po ka përshtypjen që nuk është çështje për spakun, nuk jam kundër, po ta trajtoj prokuroria e Durrësit. Nga investigimi që un kam bërë, më rezulton se një ndër autorët që është dhe inicialet aty që mbron policia e shtetit, është pjesë e një grupi kriminal shumë të rrezikshëm, organizate kriminale, më saktë, që hetuar nga shteti italian dhe në 2017 ka sjellë dosjen në Shqipëri dhe bëhet fjalë për një grup kriminal i quajtur Viluni. Viluni. Ka ardhur këtu, caktuar masë nga krime të rënda dhe caktuar masë edhe nga shteti italian. Atë lind pyetja, këtë pasurinë e këtij duhet ta mbrojmë apo duhet ta hetojmë? E qartë. Duhet ta hetojmë dhe prokuroria e posaçme pse nuk ka filluar procedim penal për këtë rast. Unë vlerësoj që edhe prokuroria e posaçme ka lidhje me këto grupe, nuk janë aq pastër dhe ata. Sepse nëse e ka të bardhën mbi zez, duhet ta hetojë, e ka pasuri të ligjshme, të paligjshme të ikin punë tjetër për vetë tjetri. Kështu që përderisa prona, madje është një ngjarje më e rëndë që ne jemi në zbardhje sipër, sepse dyshohet që dajnë ose vllajën e zonjës e kanë vrarë. E kanë vrarë? E kanë mbytur në pusë, po nuk flet askush. Dhe policia pa kryer hetime ka dalë në konkluzione që është vetvrasje. E kanë shoqëruar një ditë zonjën bashkë me vllajën e saj dhe i kanë shantazhuar në policinë e shtetit. Edhe kur kanë shkuar në shtëpi dhe mes natës e kanë gjetur të vdekur në pusë. Si është e mundur kjo? Kur ti vajte para një oficeri policisë gjyqësore dhe shpjegime, ishte në gjendje mirë sepse oficeri shikon atë se është mjeshtër. Nuk është mjeshtër vetëm për të marrë lekët në grupet kriminale. Edhe pastaj mbrapa ju shkaktua vetvrasje, vajti vrau vetë. S'ka logjik. Kështu që kjo janë dyshime të cilat duhet të hetohet më tej dhe unë mendoj që në këtë rast nuk është kaq e thjeshtë, dhe policia vjen shumë keq. Dhe nuk besoj që drejtori i përgjithshëm të ketë dieni për këtë deklaratë. Se do më vite shumë keq. Unë kam qenë lidhur për krahasit e tij, po unë jam për krahas në moment që thuhet e vërteta. E qartë. Faleminderit Langozi për këtë shpjegim. Karanxh tani, çfarë ndodh? Ç'bën prokuroria në këtë rast? Ç'bën oficeri i policisë gjyqësore? Ç'bën policia? Unë një pyetje kisha për Langozin para se të ashtu. Vllai i viktimës, zoti Langozi, mund t'ju bëj një pyetje? Po.
vllai i viktimës, domethënë ka qenë në krahun e viktimës, nuk ka qenë dakord me ndërtimin. Patjetër s'ka qenë, se ka qenë ai Domethënë dhe mbas shoqërimit mbrapa është mbytur pusë. Gjatë presionit që bënin policisë, që kemi me video që bën presion shefi i komisariatit, po do publikohen vijim. Po. Është gjendur pastaj i vdekur mes natës, 12 natës pretendohet pas policisë ka vrarë veten dhe mendoj që s'është referuar fare as prokurori kjo ngjarje. Edhe kjo është më e rënda. Si mundet, sepse dyshimet janë plota që është vrasje, sepse një person që bën këtë lloj dhune në mes të sheshit me video, me pamje filmike, normal mund të bëjë dhe vrasje të cilat janë mes natës. Kur ka ndodhur kjo, ke ndonjë datë Langozi për afërsisht? Nuk mund ta kem datën për afërsisht, po është e njëjta periudhë pak a shumë. Jemi domethënë nga dhjetori e këtej, ë? Po, nga dhjetori e këtej. Tani, Faleminderit të Langozi. aktet e dhunës ndaj një të moshuari, se pam atë ngjarjen, është një akt e rënda dhe materialet janë referuar në prokurori dhe ka një çështje penale që po ndiqet. Çështja penale në rastin konkret konstatohet, duhet verifikohet, duhet marren prova. Pra duhet verifikohet. E para është etike komunikimit. Domethënë duhet verifikohen, prova duhet merret nga gjitha palët, pra të mos bëhen hetime të njëjtëshme, por merren gjithë provat, të verifikohen, të dalin, pra duke u mbledhur gjithë provat, del te çdo dyshim i të arsyeshëm del e vërteta. Pra duhen marrë prova. Domethënë edhe pretendimi i zotit Langozi, kjo është që grua plak, ka mundësi të kafshoj apo jo. Duhet parë. Duhet parë, ka mundësi sepse nuk ka dhëm. Pra është një pretendim i cili duhet të verifikohet. Këta punojës policie, cilët kanë bërë shoqërimin, me ndjenin time në Tiranë, për shembull, disa patrulla kanë dhe pamje filmike, që ta ketë dokumentuar me pamje filmike si është bërë shoqërimi, domethënë. Duhet verifikuar edhe një herë, thash kjo etike komunikimit termi merret zvarr. Por më e rëndë që konstatojnë të paktën në rastin konkret, është akuza e ngritur, ose më saktë pretendimet e familjarëve të viktimës se vllai i kësaj gruas plak mund të jetë vrarë. Kjo duhet verifikuar. Kjo është shumë Kam ngel pa fjalë domethënë dhe po përpiqem të gjej mos ka ndonjë njoftim nga policia. Nuk ka jo, s'ka fare, se kanë mbyllur se ndoshta kanë qenë autorë dhe ata punojës të policisë. Kjo të gjithë thot duhet të verifikohen, të merren provat. Kemi parë, ndërfal Karanxha, kemi parë punojës policie që nxjerrin njerëz në prit. Kemi parë punojës policie të cilët kryen vrasje, kemi që nxjerrin për vrasje në prit. Kemi parë që bën trafik, pastrim parash, pra ne çfarë kemi parë. Kështu që normalisht janë dyshuar dhe punojës të policisë mos kanë kryer ai vrasje atje. Kështu që kjo duhet verifikuar, duhet parë me shumë vëmendje, diskutohet dhe leja. Pra, duhet parë dhe në kuadrin e veprës penale të falsifikimit. Nëse kjo zonjë e parë herë është apo jo pronare, dhe nëse është, i është marrë firma, si është marrë sy që duhet hetohet. Besoj është kollaj kjo se vetëm letra do parë. Po është punë letrave. Besoj dije time se si bëhet këto raste. Po, timet. Por tash duhet parë që nuk është firma ime, është duhet të hetohen. Pra, punë e firmës një dhe duhet hetohet dhe leja. Si është dhënë leja? Pra, procedura e dhënies lejes. Pra, se kjo ka një territor, ka një zonë caktuar që jeton. Dhe pretendimi se është firma ime s'mund ta marrë shtëpinë pa firmë. Duhet verifikuar pozicioni i kësaj dhe i vllajt vet, sepse besa shohin këta të dy nuk kanë qenë dakord me ndërtimin. Por fati që s'është dakord me ndërtimin, domethënë nuk do të thotë që ti të vish më marrësh me zor. Pra, këtu është qëllimi i hetimit. Shifet ka falsifikim apo jo? Si është marrë leje e ndërtimit? Janë respektuar kushtet e urbanistikës? Kanë pas lidhje me ndërtuesit apo jo? Pra është një hetim sepse janë akuza të ngritura, janë akuza të rënda të cilët realisht kërkojnë një hetim të theguar. Pra kërkojnë një angazhim të deri në zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje. Pra duhet zbardhur. Tani pyetjen kam unë. Për te se ju Karanxha keni një gjë shumë të mirë dhe profesionale kur thoni çështjen e etikës do duhet parë, do duhet hetuar. Tani kjo është shumë procedurale. A lejohet flasja ashtu policia apo jo? Ta themi thjesht. Etike komunikimit është, pra, rregullat janë të qarta. Kur një person shkel ligjin, thotë shoqëroni në polici. Pra, ose i bëhet thirrje, sepse ke njerëz edhe shoqërimi për shembull ka raste bëhet me forcë. Bëhet me forcë, por masi kanë, domethënë, shifet rast ka një proporcion, ka një proporcion force. Ka një proporcion që hajde shoqëroje. E shikon çdo person në momentin e parë me policinë ka i çik ato kuptimet, sa ta mund të qetësohet situata dhe s'ka vend për shoqërimin në polici. Por etika është etikë. Pra komunikimi, ligji, kemi një ligj veçantë
për etikën policinë e shtetit, i cili nuk është shfuqizuar, ku një punonjës policie se kushdo shkon që ta kontakton me një qytetar, qoftë me shkeljes të policisë, s'kos të shkeljeve rrugore, prezantohet me emër mbi emër, bëhet prezant grada, se ti duhet prezantohesh kush je. Pra duhet jam filani me këtë gradë, se kështu e ka ligji. Dhe më pas, mas i ke bë të prezantimet, i bë qytetarit prezent shkelje, ke bë këtë shkelje. Dhe qëllimi i këtij ligji është